Mirë po, neve do të shohim që kemi dhe mentalitetin e Firaunit kur jemi të obligimi e haxhit. E pse kështu? Sepse brenda këtij obligimi na paraqitet mendje të sëmura. Mendje të sëmura të cilët e ndjellin dhe vdekjen vetëm se vetëm dikushi ka vendosur që të shkojë dhe ta kryejë haxhin. Dhe do të shikosh ti, do të lexosh komente nga ato që ndoshta janë të besimit islam, që i quajnë veten që janë muslimanë. Mirë po do të shohësh komente që po ju bëjnë haxhinëve në përcjelljen e tyre, shkofshit dhe kokën mos e prufshit prapë. Shkofshit dhe kur mos u kthefshit. E pse kështu? Sepse këto kanë vendosur ta kryejnë haxhin. Dhe çka është më interesante? Na shfaqet patriotizmi në momentet kur kryhet obligimi i Zotit. Atëherë pra disa nga shoqëria jonë ju kujtohet vlera e shkollës, ju kujtohet vlera e spitalit, ju kujtohet gjendja e të varfërve dhe i shikon ato që po thojnë se çka po kërkoni ju atje, sa t'i çoni parat atje, më mirë ndihmojeni një të varfër. Sa t'i çoni parat atje, më mirë ndërtojeni një shkollë. Sa t'i çoni parat atje, më mirë ndërtojeni një spital. Po mirë bre vllau, jemi dashur, neve një herë në vit po flasim për atë obligim të Zotit. Kurse të gjithë gjumajat e tjera, ne po flasim për vlerën dhe ndihmën e sadakas çka mund t'ja bësh të varfërit. Dhe për të qenë më sigurt, ato nuk janë as të shkollave, nuk janë as të spitaleve, nuk janë as tek i varfër në momentet e nevojshme të tij. Mirë po, ato e kanë urrëtitjen dhe mlefin e madh për kryerjen e obligimit të Zotit. Ju them shumë atyre, e pse po e them unë këtë? Nuk po e them këtë se nuk jemi pronë ndihmës së shkollës. E kush thot që nuk duket me u ndihmuar shkolla? Mirë po së pari për vllau jem për t'i ndarë gjërat, sepse një njeri i thjesht i kupton këto gjëra, e jo më të jesh njeri me shkollë dhe intelektual. Pra ti duhet ta kuptosh se shkolla është përgjegjësi institucionale, nuk është përgjegjësi individuale. Pra nuk ndërton njeriu individi shkollë. Ato e ka për detyrë shteti, nga se nuk është vetëm ndërtimi i saj, pastaj duhet me vendu një sistem brenda saj, pastaj duhet me patur një proces ligjor brenda saj, pastaj duhet me patur privilegje dhe ndëshkime në raste të caktuara brenda saj. E këto nuk mund t'i bëj individi, këto duhet me patjetër me i bërë shteti, institucioni, por nëse paraqitet nevoja, unë jam i sigurt se nëse paraqitet nevoja 95% e atyre që kanë ndihmojnë, do t'jenë ato cilët kanë shkuar në haxh. Nga se ato që shkojnë në haxh janë plotësisht të vetëdijshëm, që nëse është nevoja, ato edhe ndihmojnë të varfërin. Nëse është nevoja, ato e ndihmojnë dhe ndërtimin e shkollës. Nëse është nevoja, ato e ndihmojnë dhe ndërtimin e spitalit, kurse ato që po flasin lart e poshtë nuk janë as për të parën e as për të dytën. Ato vetëm dëshirojnë të shpalosin kinë se janë një çka po bëjnë. Mentalitet i Firaunit, sepse ja dëshiron prindit të dikujt, ja dëshiron vëllau të dikujt, ja dëshiron nënës të dikujt, shkofsht atje dhe kur mos u kthesh. Llogarit çfarë mendje e sëmur duket me qenë. Prandaj kemi pra dy opsione për të zgjedhur. Për të qenë në mentalitetin e Firaunit, i cili mendjen e kishte vetëm te vdekja, mendjen e kishte vetëm tek vrasja, mendjen e kishte vetëm tek gjaku, mendjen e kishte vetëm se si të shkavroj, mendjen e kishte vetëm se si të shtyp, mendjen e kishte vetëm si t'i shohët mjerim dhe në vuajtje popullin e tij. E nga ana tjetër, kemi mundësinë të zgjedhim personin që Allahu e bë model, që duhet ta zgjidhni ju. Personin i cili në vend të vdekjes zgjodhi jetën, ta dëshironi ta vlisni një njeri për kot? A ju duket logjike me vrarë një njeri vetëm se thot që Zoti im është Allahu? Një njeri i cili në vend të çrregullimit dëshiroi rregullin, në vend të keqës ai e thirrte të mirën, në vend të vrasjes ai bjente shpëtimin. Pra shumë mësime të tjera që i nxjerrin pikërisht nga ky tregim që Allahu na e bën në Kur'anin Kerim.